Nga Gjergj Zefi, editori pamfleti. Opozita shqiptare nuk po dështon sepse pushteti është i pathyeshëm, por sepse vetë ajo ka hequr dorë nga roli i saj themelor. Në vend që të ndërtojë alternativë politike, organizim dhe besim publik, ajo ka zgjedhur rrugën më të lehtë dhe më shkatrimtare, të pres që drejtësia të bëjë politik, të pres që të huaj të zgjidhin një betejë që i takon vetëm votës, të pres që pushteti të bjerë vetë nga pesha e skandaleve. Kjo strategji nuk ekziston. Është një iluzion komod për drejtues që nuk duan të marrin përgjegjësi dhe një justifikim i rrezikshëm për dështimet e një pasnjëshme. As PAK, as SBA, as Bashkimi Evropian nuk rrëzojnë qeveri në një sistem pluralist. Ata vendosin rregulla, hetojnë shkelje dhe ndëshkojnë individ. Rotacioni politik ndodh vetëm kur përballë pushtetit del një alternative besueshme me fytyrë, me program dhe me organizim real në terren. Pritja e një zgjidhjeje nga jashtë i bën shërbimin më të madh pushtetit aktual. Ajo e çliron nga presioni politik, e lejon të paraqitet si viktime komplotit dhe e mban opozitën të mbyllur në një cikël nervozizmi virtual, pas një ndikim real mbi shoqërinë. Një opozitë që jeton në rrjete sociale dhe meme nuk ndërton dot besim te qytetari që kërkon siguri, stabilitet dhe zgjidhje konkrete për jetën e përditshme. Në kushtet aktuale, opozita ka një avantazh të padiskutueshëm, një lodhje të thellë shoqërore nga qeverisja e gjatë, një pakënaqësi reale ekonomike dhe një mosbesim në rritje ndaj elitës në pushtet. Por këto janë vetëm kushte, jo zgjidhje. Ato nuk mjaftojnë për fitore politike, nëse nuk përkthehen në projekt qeverisës, strukturë dhe leadership funksional. Fitoria politike ndërtohet fillimisht duke pranuar realitetin. Pushteti aktual nuk rrëzohet me retorik maksimale, as me skenar imagjinar, por me punë të qëndrueshme në terren. Opozita duhet të kthehet nga spektatore e krizave në organizatore të shpresës. Kjo nënkupton daljen nga logjika e reagimit emocional dhe kalimin në logjikën e planifikimit. Hapi i parë është ndërtimi i besueshmërisë. Publiku nuk kërkon thjesht largimin e një figure, por siguri se ajo që vjen pas është më e mirë, pa distancim të qartë nga modelet e konsumuara, pa rregulla të brendshme që garantojnë integritet dhe pa figura që përfaqësojnë normalitet politik. Çdo thirrje për ndryshim mbetet e zbrazët. Hapi i dytë është programi, jo slogane, por prioritete të madhshme: ekonomi, drejtësi funksionale, shërbime publike dhe marrëdhënie serioze me partnerët ndërkombëtar. Programi është arma kryesore për të kthyer pakënaqësinë në votë dhe votën në mandat. Hapi i tretë është organizimi. Zgjedhjet nuk fitohen në rrjete sociale, por në lagje, fshatra dhe komunitete. Pa struktura aktive, pa njerëz që flasin me qytetarët çdo ditë dhe pa një prani të vazhdueshme jashtë fushatave, opozita mbetet një ide abstrakte, jo një forcë reale. Në fund, ndryshimi kërkon durim strategjik. Nuk ka rrugë të shkurtra drejt pushtetit në një sistem demokratik, sado i deformuar të jetë ai. Kush kërkon fitore pa proces, përfundon duke forcuar kundërshtarin. Rruga reale për ndryshim ekziston. Ajo nuk kalon nga pritja e mrekullive, por nga ndërtimi një alternative që qytetarët ta zgjidhin me bindje, jo nga dëshpërimi. Vetëm atëherë fitoria politike bëhet e mundur, dhe jo rastësore, por e qëndrueshme.